Shtetet e Bashkuara të Amerikës pritet godasin Iranin brenda 24 orëve. Kjo bëhet ditur nga Reuters duke ju referuar burimeve në Washington. Ndërkohë lëvizjet pazakonta ushtarake janë vërejtur në lindjen e mesme, pasi Washingtoni po tërheq personelin nga baza kyçe si ajo e Al Udeid në Katar. Burime të shumta konfirmojnë se ky është një hap paraprak për shkak të kërcënimeve në rritje që vijnë nga Teherani, se në rast sulmi do të godas bazat amerikane. Zyrtarët amerikanë dhe europianë konsiderojnë një ndërhyrje ushtarake si të pashmangshme. Edhe një zyrtar izraelit ka për Reuters se presidenti Trump tashmë ka marrë vendimin për të vepruar, ndonse nuk dihet ende se kur dhe në çfarë forme do të ndodhë ndërhyrja. Në anën tjetër, regjimi iranian përballet me trazira të mëdha të brendshme. Janë raportuar mbi 2600 të vrarë në protestat që kanë shpërthyer për shkak të krizës ekonomike dhe shtypjes politike. Autoritetet iraniane kanë reaguar me egërsi duke arrestuar mbi 18.000 qytetar dhe duke përshpejtuar gjykimet dhe ekzekutimet ndaj protestuesve. Grupet ndërkombëtare për të drejtat e njerëzit e cilësojnë këtë si represionin më të dhunshëm në historinë moderne të Iranit. Presidenti amerikan ka paralajmëruar disa herë se SHBA do të ndërhyjë nëse Irani vazhdon të shtypë protestuesit. Ai ka bërthirrje për rezistencë qytetare dhe ka premtuar ndihmë në rrugë, duke sinjalizuar se Washingtoni nuk do të qëndrojë pasiv. Teherani ka reaguar duke kërcënuar se nëse SHBA sulmon, atëherë të gjitha bazat ushtarake amerikane në rajon, përfshirë ato në Arabinë Saudite, Emiratet dhe Turqi, do të jenë objekt ushtarak. Iranianët kanë kontaktuar qeveritë e këtyre vendeve duke kërkuar të ndalojë Washingtonin nga një akt lufte, por paralajmërimi ishte i qartë, kush strehon SHBA-t bëhet armik. Ndërkohë, pushteti në Teheran përpiqet të ruajë kontrollin përmes propagandës. Media shtetërore transmeton imazhe të funeraleve të viktimave të protestave ku qytetarë shfaqen me foto të liderit suprem Ali Khamenei edhe me parulla në mbështetje të regjimit. Kjo përpjekje synon të jap mesazhin se qeveria nuk ka humbur mbështetjen popullore. Presidenti Masoud Pezeshkian, i zgjedhur ishtazi por me pushtet kufizuar krahasuar me Khamenei, deklaroi se për sa kohë qeveria ka popullin me vete, të gjitha përpjekjet kundër do të dështojnë, por në realitet qeveria po e humbet terrenin çdo ditë. Për momentin situata është në prag shpërthimi. Me kontakte diplomatike të pezulluara dhe me ushtrit në gatishmëri të lartë, një përplasje e madhe mes Iranit dhe SHBA-ve duket gjithnjë e më afër, dhe ky konflikt, nëse ndodh, do të ketë pasoja të mëdha për të gjithë lindjen e mesme dhe për rendin global.